Përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Zëvendës Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal Arbër Vokri është shkarkuar një ditë pasi u shpreh se në disa raste Bashkësia Ndërkombëtare ka nxitur trazira në veri të Kosovës. Ai në emisionin në KTV dje përmendi edhe shefin e zyrës së Bashkimit Evropian Kosovë, Ivo Orav, si një nga personat që sipas tij ka nxitur trazira. Qeveria njoftoi sot se Vokri është shkarkuar sepse deklaratat e tij nuk përfaqësojnë qëndrimin e qeverisë. Lidhur me narracionin për situatën në veri dhe sidomos deklarimet e politikanëve sikurse rasti i Arbër Vokrit, duhet pasur kujdes të theksuar sidomos kur bëhet fjalë për angazhimin e Bashkësisë Ndërkombëtare në Kosovë, thon analistët e fushës së sigurisë. Për trazirat në veri të vendit, siç duket, gishti po drejtohet edhe ka Bashkësia Ndërkombëtare. Të paktën një gjë të tillë tha edhe zëvendës ministri i Pushtetit Lokal Arbër Vokri, duke fajsuar sidomos BE-n. Duke sqaruar këtë deklarim të tij, zëvendës ministri Vokri gjatë një interviste në Klik të Radio Televizionit 21, tha se për ta përforcuar paqen në veri të vendit, duhet të jemi të gjithë të kujdesshëm përfshir edhe ndërkombëtarët. Deshta me sugjeru që kushdo që është interesuar për me përforcu atë që është arrit, pra vendosja e paqes dhe qetësisë në veri, atëherë do duhet ishte i kujdesshëm dhe këtu përfshihet edhe palë ndërkombëtare që mos të anojnë ose ta stimulojnë atë pakicën e organizuar të qytetarëve serb që janë në ndikimin e Beogradit, e kanë për obligim që me gjas të takohen me gjitha palët që janë të përfshira në këto dinamikat e brendshme në Kosovë. Përgjegjës për trazirat në veri të vendit, gjithmonë duhet të mbahet grupi terrorist në krye me Milan Radojqiqin, vlerëson njohësi i sigurisë në veriun e vendit Arben Dashevci. Sipas tij, politikanët kosovar duhet të jenë të kujdesshëm e të matur me deklaratatat që kanë të bëjnë me Bashkësinë Ndërkombëtare. Këtë aspektin politik, se sa duhet jetë e kujdesshme politika jonë, domethënë në deklarata për Bashkimin Evropian apo ndonjë shtet të Bashkimit Evropian, mendoj se duhet jemi të matur duke pas parasysh se në teren në aspektin e sigurisë e përmenda që bashkëpunimi ka qenë është dhe do të jetë gjithmonë ekselent. Kosova gjendet domethënë ndër sankcionet e Bashkimit Evropian, sankcionet vetë se kanë nisur gradualisht të jekën Republikës Kosovës, andaj edhe deklaratat politike mendoj që duhet jenë të matura në këtë kohë geopolitike që po ndodh edhe në botë, sepse bashkëpunimi me Bashkimin Evropian unë mendoj që është dhe do të jetë shumë i mirë. Kosova mund të bartë pasojat e deklarimeve të tilla, thot njohësi i sigurisë Bedri Elezi, sipas së cilit Bashkësia Ndërkombëtare, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë gardiani i sigurisë dhe proceseve zhvillimore në vend. Kjo do të ndikojë në mënyrë drejt për drejt në marrëdhëniet me Kosovën sa i përket Bashkisë Ndërkombëtare, posaçërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat mund të them janë gardiani i angazhimeve ndërkombëtare për pa mbështetur sigurinë e Kosovës dhe proceset zhvillimore, dhe të jetë një deklaratë kaq e çuditshme për mua, mendoj se në një të ardhmen mund të themi se edhe të kemi një angazhim tjetër në Kosovë për të garantuar sigurinë e Kosovës, apo dikush që nuk nxit që për mund të jenë vende të tjera ata, dhe unë personalisht besoj dhe jam i bindur që strukturat ndërkombëtare në Kosovë, posaçërisht KFOR-i, janë njëra ndër strukturat më kredibile të sigurisë që garantojnë dhe gjenerojnë në vazhdimsi produkte të cilat garantojnë sigurinë e shtetit të Kosovës pa dallime etnike dhe gjinore apo racore. Ministrja në detyre drejtësisë Albulena Haxhiu është distancuar nga deklarata e zëvendës ministrit të Pushtetit Lokal Arbër Vokri, i cili akuzoi Bashkimin Evropian për nxitje të trazirave në veri në disa raste. Haxhiu tha se deklarata e Vokrit është e papranueshme dhe nuk është qëndrim as i lëvizjes vetëvendosje e as i qeverisë. Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas në përfundim të vizitës në Kosovë qëndroi dhe në Mitrovicën e Veriut, ku u ndal në zyrën e EULEX-it dhe u takua me përfaqësues të arsimit dhe sistemit të drejtësisë. Shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas vizitoi veriun e vendit për të parë nga afër situatën dhe funksionimin e jetës atje.
Ajo theksoi se është shumë i rëndësishëm roli i ndërkombëtarëve në veri për ta parë situatën ashtu siç është në të vërtetë. Mendoj se këto janë informacione jashtëzakonisht të rëndësishme për mua që të kuptoj më mirë situatën sepse shohim njëra palë që thot një gjë dhe pala tjetër krejtësisht diçka tjetër. Por mendoj se forcat ndërkombëtare që janë këtu po japin një pasqyrë mjaft të saktë dhe është gjithashtu rëndësishme të flasim me njerëzit në vend dhe më pas mund të shohim se çfarë mund të bëjmë më shumë në mënyrë që e ardhmja të jetë e begat, e sigurt dhe e qetë për të gjithë në Kosovë. Kallas vizitoi edhe gjykatën në veri për të cilën tha se është funksionale dhe në pritje të kthimit të gjyqtarëve serb. Gjithashtu takua me përfaqësues të shkollave lokale, ndërsa pati takime dhe me përfaqësues të KFOR-it dhe misionit të EULEX-it. Folëm për sigurim për lëvizjen e njerëzve dhe për perceptimin që kanë qytetarët. Është e rëndësishme të bisedoj me të gjithë faktorët në terren. Kallas në Prishtinë një ditë më parë ka thënë se prioriteti kryesor për Bashkimin Evropian mbetet normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. E pyetur lidhur me mënyrat e reja që janë duke ushqelluar në BE ashtu që dialogu të jetë më produktiv, Kallas ka theksuar se çështjen do ta shtrojnë daras me palët në Kosovë dhe në Serbi. Kallas ka bërtëditur se ka nisur që t'i hiqen gradualisht masat që BE-ja ja ka vendosur Kosovës në vitin 2023, por ajo theksoi rëndësinë e shtensionimit të situatës në veri. Ministrja e jashtme në detyrë Donika Gërvalla e ka cilësuar të panevojshëm rikthimi në dialog me që sipas saj Kosova nuk e ka ndërprer asnjëherë. Gërvalla tha se Kosova nuk pranon zbatimin e asnjë marrëveshje të Brukselit përderisa autori i sulmit terrorist në Banjsk Radojčić është i lirë. Deklaratat e saj pasuan kërkesën e kryediplomatës evropiane Kaja Kallas për normalizim të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit dhe zbatimin e marrëveshjeve të pranuara. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, e ka bërë të qartë se stabiliteti në rajon varet vetëm nga dialogu dhe jo nga konfrontimet. Kallas i ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit të rikthehen në dialog. Por ministra në detyrë Donika Gërvalla, në përgjigjen e saj për Kallas, tha se takimi trepalësh është ende larg për t'u realizuar dhe tha se njohja ndërsjell duhet të jetë kryefjala në dialog. Në vazhdimsi, Vučići ju jep premtime ndërkombëtarëve që do ta arrestojë Radojčićin, mirë po shkuan muaj e muaj, madje shkuan vite dhe nuk ka asnjë lëvizje. Nuk kam asnjë pikë mirë kuptim për të gjitha ata që kërkojnë që Kosova të bëjë lëvizje të mëtejme, nëse nuk janë të gatshëm të angazhohen që një kriminal si Radojčići, i cili e ka sulmuar Kosovën me njësi paramilitare, e ka pranuar madje edhe vetë, sot shëtitet i lirë në për Serbi dhe nuk ka asnjë konsekvencë për Serbinë. Dialogu në Bruksel prej shumë muajsh është ndërprer dhe asnjëra palë nuk ka lëvizur nga qëndrimet e saj. Beogradi ka bërë me dije se nuk do të zbatoj një pjesë të marrëveshjes së arritur në Bruksel. Ambasadori Albert Prenkaj thot se pa një qeveri legjitime, Kosova nuk mund të marrë pjesë në dialogun e Brukselit dhe fajsoi vetëvendosjen se për shkak të marrëveshjeve të pranuara në Ohër dhe detyrimeve ndaj saj, po e zvarrit formimin e institucioneve. Po unë mendoj se qëllimi kryesor i partisë që ka fituar zgjedhjet, pra vetëvendosjes, e cila është duke e zvarritur qëllimisht konstituimin e kuvendit dhe pastaj edhe themelimin e qeverisë, ka të bëjë mu për këtë. Pra mos themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, përgjegjësitë të cilën qeveria Kurti 2 e ka marrë, pra është marrë, është vendosur pra në negociata në Bruksel dhe në Ohër në vitin 2023. Dërgimi i draft statutit të asociacionit në gjykatën kushtetuese thuhet të jetë kushti kryesor për Kosovën në rrugën e saj drejt Evropës. Drejtori i Institutit Kipret Lulzim Peci në emisionin Klik të Radio Televizionit 21, duke folur për mundësinë e vazhdimit të dialogut me Serbinë, ka theksuar se Brukseli mund t'i bëjë ftesë Kosovës për të diskutuar mbi zbatimin e shpejtë të marrëveshjeve të pranuara në Bruksel dhe Ohër nga qeveria Kurti. Mund të ketë thirrje në Bruksel për të biseduar për zbatimin e shpejtë
të marrëveshjes së Brukselit edhe Torit, edhe këtu dihet cilat janë pikat kyçe të saj, është asociacioni nga ana e Kosovës, edhe njohja de facto nga ana e Serbisë, njëherë për njëherë, edhe pastaj dikur do të na vjen edhe për neve për Kosovën, asociacioni do të jetë pika më e rëndë, po mandej më vonë do të na vjen edhe pika statusit të kishës ortodokse serbe në Kosovë. Njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare vlerësojnë se puna e parë e qeverisë së re është dërgimi i draft statutit të asociacionit për shqyrtim në gjykatën kushtetuese. Deklarata e kryediplomates Kaja Kallas për largimin e masave ndërshkuese të Bashkimit Evropian është mirëpritur në Kosovë. Analistët thonë se institucionet e Kosovës tash e tutje duhet të koordinohen me aleatën ndërkombëtar për veprimet e tjera. Pas gati 2 vitesh në pritje të heqjes së masave ndërshkuese të Bashkimit Evropian, Kosova duket se mund të shohë dritën jeshile për këtë çështje. Shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas deklaroi në Prishtinë se ka filluar heqja graduale e masave, por theksoi se për shfuqizimin e plotë të tyre, Brukseli kërkon qetësi në veri. Vendimi hap derën për mundësi më të mëdha për zhvillimin e Kosovës dhe gjithashtu për lidhje më të ngushta me Evropën. Por kjo është e kushzuar nga deeskalimi i qëndrueshëm në veri. Mbyllja e strukturave të mbështetura nga Serbia në veri minon përpjekjet për deeskalim. Përderisa kryediplomatja evropiane nuk konkretizoi asgjë, mësohet se masat që janë hequr kanë të bëjnë me marrëveshjen e stabilizim asocimit, paktin e parë kontraktual ndërmjet Kosovës dhe bllokut evropian, si dhe nokornizën e investimeve për Ballkanin Perëndimor. Analisti politik Jeton Halimi konsideron se kushtëzimet e Kallasit për shfuqizimin e plotë të masave janë mesazh i qartë për politikën kosovare në konstituimin sa më parë të institucioneve. Të masa kanë stagnu Kosovën, e dim shumë mirë dhe ju kanë mënut pa drejt, po sido që tjetë ato gabimet e ishtë qeverisë të Zotit Kurti dhe kryenësia e tij ka bëvë që të vinë këtu staksione dhe mos bashkëpunim me Bashkimin Evropian dhe Amerikanët kanë arë këtë masa dhe po shpresoj të heken gjitha dhe ju ashtu ngadale dhe unë mendoj që me një qetësi dhe me një lartësi dhe me gjithë themelimin se është fokusuar gjithë themelimin në institucionet e Kosovës dhe po shpresoj që të heqin të gjitha ato masa dhe Kosova ka vënë në Bashkimin Evropian në NATO. Por për ish-ministrin e financave Haki Shatri, deklarata e Kallasit nuk ishte shumë shpresdhënëse. Ai rikujton që pavarësisht konstatimeve se kushtet për heqjen e masave ishin përmbushur edhe më parë, Bashkimi Evropian nuk shfuqizoi ato. Ajo është një signal për saj që nëse se ajo ka kurzu heqjen e masave, të thonë gradualisht, kur thotë gradualisht, na dim që do të thonë ata veprojnë ka dalë, Evropa nuk mutet, po ka dhënë shenjë që nëse ju veproni sipas kërkesave tona, na fillojmë me hek masat. Ato e vendosur që 2 vite e kusur dhe tash kur thonë po fillojmë me hek masat, do të thonë kërkon që më bëj veprime adekuate shteti i Kosovës, cilin na tash e kemi gjymtuar për shkak të kërcënisë disa njerëzve që patjetër me mbajt pushtetin mbrana disa persona të caktuar. Bashkimi Evropian ka vendosur masa ndëshkuese ndaj Kosovës në qershor të vitit 2023. Deputetët e kanë shtyr për 48 orë të tjera seancën e konstituimit kuvendit, duke qenë se palët për të 20 herë nuk kanë dakord për të zgjedhur kryetarin. Albulena Agjiu, kandidatura e lëvizjes vetëvendosje për postin e kryeparlamentarës, sërish nuk siguroi mbështetjen e nevojshme. Ndonë se partit politike PDK, LDK, AAK dhe NISMA kishin qëndrime të ngjashme kundër votimit të një komisioni për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Lëvizja vetëvendosje dhe kësaj radhe nuk ka hequr dorë nga skenari i njëjtë. Për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kryesuesi i seancës Avni Dehari kërkoi nga subjektet politike që të propozojnë nga një deputet për antar të komisionit. Andaj ftoi PDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj LDK-n
të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj listën sërbe, të propozoj një antar për antar të komisionit, një deputet, ftoj AKN Nismën që të propozoj një deputet për antar të komisionit. Por pavarësisht insistimit të vetëvendosjes, subjektet politike që po e kundërshtojnë këtë formë të votimit nuk ju përgjegjen thirrjes. Më pas, kryesuesi Dehari kërkoi që të votohet për formimin e komisionit. Nuk ka propozime, andaj lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Tre deputet kanë dhënë votën për, kundër nuk ka pasur, abstenim po ashtu nuk ka pasur, ndërpritet seanca shihemi me 25 maj në orën 11 sërish. Deputetët e partive politike kanë akuzuar njëri tjetrin për blokadën institucionale pas dërshtimit konstituimit kuvendit Kosovës. Përfaqësues të vetëvendosjes kërkuan reagim racional nga deputetët e partive të tjera për votimin e kandidatës së tyre për kryetaret kuvendit, ndërsa ish opozita akuzon lëvizjen vetëvendosje për pengmarrje të Kosovës. Pas përpjekjes së 20 për konstituimin e kuvendit, deputetja e lëvizjes vetëvendosje, Donika Gërvalla, ka akuzuar subjektet e tjera politike se po bllokojnë sipas saj qëllimshëm konstituimin e kuvendit. Prandaj mua nuk më mbetet tjetër veç se të bëj thirrje që kjo qasje bllokuese të ndalet, sepse betejë politike bëhet për zgjedhjet e qeverisë. Betejë politike nuk bëhet për një temë e cila në fakt është e vetë kuptueshme. Edhe të premte nuk pati kvorum për të votuar komisionin për votim të fshet. Pro kësaj mënyre për votim ishin vetëm 53 deputet, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Në këtë situatë, deputetja Partisë Demokratike Vlora Citaku ka akuzuar kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, se po i mban peng qytetarët e Kosovës. Ne jemi të gatshëm në çdo moment që të hapim rrugë, kemi ofruar alternativat tona, mirë po, Kosova po mbahet peng e kryenetësisë Albin Kurtit. Edhe njëherë bëjmë ftesë për reflektim që të ecim tutje. Në mënyrë që kuvendit të dalë nga ngërçi i krijuar, kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj ka shtuar një emër të ri në ofertën e tij për lëvizjen vetëvendosje. Pra do t'i japim votën për kandidat të vetëvendosjes që është unifikues. Kem përmend dy zonjat Bugujev që në shëlimin, po do të mujshim me votu dhe zotin Konjufsha, pra ish kryetarin, nëse propozohet. Ndërkohë, partia e cila ka qëndrim kundër çdo kandidati të propozuar nga lëvizja vetëvendosje, Lidhja Demokratike e Kosovës, tha se i qëndrojnë propozimit të tyre për një qeveri gjithëpërfshirëse. Por nuk e fshehin dëshirën që kryeministri i ardhshëm të jetë Lumir Abdigjiku. Ne e preferojmë Lumir Abdigjikun për shkak se kemi garuar edhe me program të qartë dhe ne synojmë që në çfarëdo qeverie t'i realizojmë projekte tona të cilat janë në të mirë të qytetarëve. Por pavarësisht propozimeve të ndryshme nga subjektet politike, lëvizja vetëvendosje duket se nuk do të tërhiqet nga propozimi për kryetar të kuvendit. Këtë gjë e ka konfirmuar deputetja Duda Balje, e cila tha se ka pranuar telefonata nga sipas saj sekser të ndryshëm, të cilët ia ofruan një vend pune në këmbim të votës së saj.
Unë para disa vite vërtet kam apliku për vendin e profesoreshës atje në Maqedoni, sepse kam shtetia Maqedonisë, edhe gjuha jam të folë shumë mirë, edhe kam plotsu krejt kushtet, ama këto ka qenë para disa vite. Edhe mos kam apliku. Por tash kanë thonë se ka mundësia për me bisedu për vendin e punës. Se lëvizja vetëvendosje është përpjekur të josh edhe një deputet tjetër nga minoritetet, e tha edhe kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj. Si pas ti, lëvizja vetëvendosje në mënyra të ndryshme, është përpjekur që ta kthej nga radhët e veta deputetin e shumë përfolur, Adem Hoxha. Por për këto akuza, Donika Gërvalla lëvizjes vetëvendosje e pati një përgjigje. I bëj thirrje edhe zonjës Balje, edhe zotit Hoxha, që të heqin dorë nga qasja bllokuese, sepse nuk kemi këtu në pazar për shitemi dhe blihemi. Në anën tjetër, deputetja e Nismës, Arbresha Krasniqi, foli për mundësinë që kryetari i partisë së saj, Fatmir Limaj, të jetë kryekuvendari i ardhshëm. Unë mendoj që Kuvendi i Republikës Kosovës do të vazhdohet apo do t'i kthejë dinjiteti që do të udhëheqë zoti Limaj. Përpjekja 21 për konstituimin e kuvendit do të bëhet të dielën e 25 majit. Pavarësisht blokadës për formimin e institucioneve të reja dhe të një kërkese ndërkombëtare për qeveri të gjerë, subjektet politike në vend se të shprehin gatishmëri për marrëveshje vazhdojnë me akuzat ndërsjella. Kërkesat e ndërkombëtarëve për urgjencë në formimin e institucioneve të reja, në veçanti të një qeverie stabile, siç duket nuk po merret parasysh nga vetëvendosje dhe subjektet e tjera politike. Deputeti i vetëvendosjes Mefail Bajqinovci ka thënë se përveç koalicionit me LDK-n, nuk pranojnë të jenë pjesë të një qeverie ku bën pjesë edhe PDK-ja. Ne nuk jemi për qeveri ku është Partia Demokratike e Kosovës, këtë kemi thënë publikisht, por këtë po kërkon LDK-ja. Që t'jemi të gjithë, këtë nuk e kanë kërkuar, ndërkombëtarët po kanë kërkuar vendorët. Në këtë rast e ka kërkuar Lidhja Demokratike e Kosovës. Ne po kërkojmë që me LDK-n të kemi koalicion. Po don LDK-ja. Po mirë dhe, unë e thash, ndoshta edhe janë mësuar që kemi koalicion me PDK-n për 20 vjet rresht dhe tashmë është e qartë që po refuzon. Por LDK-ja e ka lënë të hapur mundësinë e një qeverie të tranzicionit ku do të merrnin pjesë të gjitha partitë politike deri në zgjedhjen e presidentit të ri. Ne kemi ofruar një propozim dhe është i njohur, Lidhja Demokratike e Kosovës ka propozuar një qeveri kalimtare, një qeveri që quhet e unitetit, që do të përgatitte zgjedhjet e lira demokratike, po në kuptimin e saj do të jepte zgjidhje disa tema deri në atë periudhë kur ne të kishim ardhur në zgjedhjet e reja. Domethënë ne propozimin e kemi ofruar, është i detajuar, partitë politike disa nuk e kanë refuzuar në mënyrë eksplicite, disa e kanë refuzuar dhe kjo është gjendja, tash ne presim zgjidhje të ofrojë i pari, ai duhet të ketë marrëveshje politike. Ndërkohë në PDK preferojnë një qeveri pa vetëvendosjen, madje deputeti i këtij subjekti politik Nait Hasani, me ironi ka thënë se nuk do ta votonte as Fatmir Limajin për kryeparlamentar, nëse vetëvendosje dhe Nisma arrin marrëveshje të koalicionit. Ma ka shoh shumë Albinin edhe nuk mundi ta votoj Fatmirin, mbi keq, panderit. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti kishte deklaruar se me Fatmir Limajin bisedimet kishin shkuar mirë, por siç ka thënë nuk mund t'ia ofrojë postën e kryeparlamentarit në këmbim të votës për formimin e qeverisë. Kurti kishte kritikuar AAK-n sipas të cilit fal Nismes e ka kaluar pragun zgjedhor, por ndaj këtyre deklaratave ka reaguar deputetja e AAK-s Time Kadriaj. Kjo është shaka, pa kryp të zotit Kurti duhet me marrë me çështje të cilat i duhet merret e jo me çështje Nisma, Aleanca, sepse nuk është momenti të merret me partikat, po të merret me punën që i takon. Shefja e diplomacisë evropiane Kaja Kallas gjatë vizites në Kosovë ka kërkuar nga subjektet politike që të i lënë anash inatet politike dhe të mendojnë për interesin e Kosovës. Kompania rajonale e mbeturinave pastrimi, donë se e ka nënshkruar sot një marrëveshje me komunën e Prishtinës, thot se kjo nuk e zgjidh problemin e pastrimit mbeturinave në kryeqytet. Në komunën e Prishtinës shprehen se plotësimi i kontratës ishte njëra ndër kërkesat kryesore të protestuesve për menaxhimin e mbeturinave sipërfaqësore. Punëtorët ndërkaq thonë se do të vazhdojnë grevën derisa të plotësohen kërkesat e tyre.
Punëtorët e kompanisë pastrimi po vazhdojnë greven para komunës së Prishtinës. Në përpjekje për të zgjidhur problemin sot, kryetari i komunës Përparim Rama priti në takim përfaqësues të kompanisë pastrimi dhe sindikatës. U nënshkrua edhe një marrëveshje për menaxhimin e mbeturinave si përfaqësore në vlerë prej 1.5 milion euro, e cila sipas komunës plotson një nga kërkesat kryesore të grevistëve. Sot është mbajtur një takim zyrtar ndërmjet përfaqësuesve të lartë të kryeqytetit dhe përfaqësuesve të sindikatës së punëtorëve të ndërmarrjes rajonale pastrimi, ku janë diskutuar kërkesat e parashtruara nga sindikata. Njëra ndër kërkesat kryesore, kontrata për menaxhimin e mbeturinave si përfaqësore në vlerë prej 1.5 milion euro, tashmë është nënshkruar nga të dyja palët. Sa i përket kërkesave tjera, përfshirë pagesën retroaktive për 5 muaj dhe nënshkrimin e kontratës bazike për shërbime të rregullta të grumbullimit të mbeturinave në territorin e komunës së Prishtinës, është propozuar që të shqyrtohen mundësitë për zgjidhje brenda kompetencave ekzekutive dhe legjislative të kryeqytetit. Por bordi i drejtorëve pastrimi ka vlerësuar se kjo kontrata për mirëmbajtje të hapësirave si përfaqësore e nënshkruar nga dy palët nuk e zgjedh problemin bazë, e që është grumbullimi i mbeturinave në kryeqytet. Në dakordim me përfaqësuesit e punëtorëve, është vendosur të nënshkruhet kjo kontratë si një shërbim shtesë. Megjithatë, kjo kontratë nuk e adreson problemin themelor, i cili ka të bëjë me shërbimin primar të largimit të mbeturinave nga qyteti, si dhe me pagesat e papaguara për më shumë se 4 muaj. Këto mjete janë thelbësore për të siguruar furnizimin me naftë dhe për të rifilluar me njëherë operimin e rregullt, duke garantuar gjithashtu stabilitet financiar afatgjatë. Pas përfundimit të takimit me zyrtar të komunës së Prishtinës, grevistët e acaruar me situatën e krijuar kanë fyer zyrtar komunal. Nënkryetari i sindikatës punëtori Shpend Qosa, i cili ishte pjesë e takimit me drejtues të komunës, tha se greva do të vazhdoj pasi që kërkesat e tyre nuk u plotësuan. Ken disa mendime për tyne, po ken pas zgjidhje, kështu që ne nuk merrem zgjidhje për tyne, për që aty në kërkesat që kem të gjitha ken pas zgjidhje. Kështu që ne veç ju lajmërojmë që ne vazhdojmë greven deri në zgjedhjet e tashme. A i tha se kanë të pamundur të vazhdojnë punën nga se nuk kanë mjete financiare. Komunarët domthonë shpreshin gatishmëri për me na ndihmu, po zgjedhje nuk pat. Se derisa nuk bojnë zgjedhje për pika tona që janë bazike, atëherë ne nuk mujna me dalë në punë se s'kena mjete. Ndërsa kryesuesi i kuvendit komunal të kryeqytetit Femi Kupina i bëri thirrje të gjitha palëve të përfshira të bëjnë një zgjidhje të shpejtë dhe të qëndrueshme. Sipas legjislacionit, në fuqi komuna është përgjegjëse për menaxhimin e mbeturinave, pavarësisht mënyrës së organizimit të saj. Prandaj u bë thirrje të gjitha palëve të përfshira që të ulen në dialog dhe të angazhohen për një zgjidhje të qëndrueshme dhe të drejtë. Kompania rajonale mbeturinave pastrimi me 14 maj ka ndërprer grumbullimin e mbeturinave në Prishtinë. Si pasojë në kryeqytet, kontinjeret janë të stërmbushur. Ndonse komuna e Prishtinës ka angazhuar 2 kompani private për grumbullimin e mbeturinave. Ato nuk kanë kapacitete për të mbledhur mbeturina të shumta në kryeqytet. Në samitin e NATO-s në Hag paralajmërohet takim i mundshëm mes Maqedonisë dhe Bullgarisë në pranit liderëve të Bashkimit Evropian. Kaja Kallas thotë se ekziston hapësirë për zhbllokim, ndërsa kryeministri Mickoski konfirmoi gatishmëri për dialog. Ka hapësirë që të gjendet zgjidhje për zhbllokimin e procesit eurointegrues, theksoi përfaqësuesja e lartë e BE-s Kaja Kallas. Mekanizëm do të kërkohet në samitin e NATO-s që do të mbahet në Hag, ku kryeministri Hristijan Mickoski pret që të organizohet takim me autoritetet bullgare e ku do të marrin pjesë krerët e BE-s Ursula von der Leyen dhe Antonio Costa. Në samit nga pala maqedonase do të marrë pjesë presidentja Gordana Siljanovska-Davkova. Takimi për herë të parë është përmendur me Siljanovskës dhe Koshtës dhe tani po pritet përgjigje nga Sofja zyrtare. Ne duam që Maqedonia e Veriut me të vërtetë vazhdoj këtë rrugë për të cilën e dimë se ka pengesa për kapërcimin e cilave duhet gjetur një mekanizëm. Ku e che bideme site në ista masë
Kur jemi të gjithë në të njëjtën tryezë pa marrë parasysh sa zgjat kjo, atëherë është mirë të diskutojmë. Ne e kemi pranuar me njëherë. Nuk e di cila është përgjigjja e Bullgarisë, por ne e pranuam dhe sot sërish bashkë dhe me zonjën Kaja Kallas biseduam për këtë çështje duke konfirmuar përkushtimin ton. Përfaqësuesi Alat Kallas theksoi gjithashtu se mos integrimi i rajonit në Bashkimin Evropian mund të paraqesë çështje sigurie, gjë me të cilën pjesërisht u pajtua dhe kryeministri. Ka forca në rajon që duan të reflektojnë paqëndrueshmëri dhe prandaj kur ti kemi të gjitha argumentet në një takim të tillë dypalësh, do të ishte shumë mirë t'i dëgjojmë. Në fund të ditës, të gjithë duhet të ulemi dhe t'i dëgjojmë argumentet. Ndoshta nga pala tjetër do të dëgjojmë argumentet që nuk i kemi ditur. Për shembull, ku janë zhdukur 200.000 Maqedonas në Bullgarinë Perëndimore. Sipas Kallasit, aktualisht ende po punohet për zhbllokimin e procesit përmes pranimit të ndryshimeve kushtetuese. Ne ende shpresojmë që plani A do të funksionojë dhe do të punojmë për këtë. Nëse jo, atëherë do të kalojmë në fazën e ardhshme. Nga Shkupi, ajo përsëriti se Maqedonia i përket Bashkimit Evropian dhe përshëndeti harmonizimin me politikën e jashtme të BE-s, si dhe përpjekjet për agjendën e reformave. Përkundër premtimeve për rritje të pagave për aktorët e teatrit kombëtar të Kosovës, kjo nuk ndodhi, ndërsa sindikata e këtij teatri paralajmëron hapa të tjerë. Pas premtimit verbal të ministrit në dorëheqje të kulturës Hajrullah Qeku për rritjen e koeficientit të pagave, aktorët e teatrit kombëtar të Kosovës vendosën të japin fund grevës 100 ditëshe. Megjithatë, afati kohor prej 6 javësh për realizimin e kësaj rritje i dakorduar me sindikatës së aktorëve dhe Ministrisë së Kulturës nuk u respektua nga kjo e fundit. Aktori i teatrit kombëtar të Kosovës Adrian Morina, një herësh antari i kryesisë së shoqatës sindikale, ka konfirmuar se procesi s'ka lëvizur fare dhe se me ministrin Qeku nuk ka besuar që do të ketë ndryshim. Është premtuar përmes antarëve të Këshillit Drejtues që kjo çështje do të rregullohet për çështje javësh, me kërkesën që të pezullohet greva, jo të ndërpritet, sigurisht me miratimin e shumicës së aktorëve të teatrit kombëtar është marrë vendim që të pezullohet përkohësisht dhe afati i premtuar nuk është realizuar, por nuk kam besuar që me një ministër tillë që për 4 javë nuk ka qenë gjendje me adresu, nuk ka qenë gjendje as me i taku sindikatën, derisa kemi hyrë në grevë, nuk ka qenë në gjendje as me dëgju për kërkesat reale. E mos hyte çështja e renovimit të teatrit, cili po zgjatet pa ndërprer, të shumë probleme të tjera për kushtet cilat ne jemi këtu, ka qenë pa imagjinueshme që për 4 javë të realizohet një premtim. Tutje aktori Morina tha se do të ndërmarrin hapa sindikal dhe theksoi se janë mashtruar që nga koha kur është thënë se rregulloria ka shkuar në institucionet për miratim. Fatkeqësisht, mas sa kohë po bën gati 8 javë nuk ka lëvizur asnjë gjë. E keqja është që jemi mashtruar edhe prej kohës kur është thënë që rregulloria ka shkuar te institucionet për miratim dhe tani më kemi vërtetuar që nuk ka shkuar asnjëherë dhe as që është marrë dikush. Prandaj kemi kërkuar prej kryesisë së sindikatës që të mblidhemi dhe të shohim se si po vazhdojmë tutje, edhe do të shohim se si do të jenë hapat e ardhshëm sindikal, pavarësisht që tani më jemi gati në fund të stinorit artistik. E aq më keq jemi në pozitë ku nuk kemi as kujt i drejtohemi më. Po them fatkeqësisht nuk kemi kujt i drejtohemi sepse do duhet kishim institucione, por fatmirësisht mirë që nuk e kemi të njëjtin ministër. Ndërkaq nga qeveriset e kaluara, Engelbert Zefaj tha se Qeku ka mashtruar komunitetin artistik duke marrë vendime autoritative dhe duke i friksuar me largime nga puna dhe ulje në pozita. Ky ka mashtruar sepse ky nuk të i kalohet një situatë, një krizë duke marrë vendime autoritative. Domethënë ky ka vendosur veten si një autoritet që vendos për gjithë. Të ashtu nuk e kalon krizën, të ashtu vetëm e thellon krizën, sepse krijon pak knasësi të pala që preket drejt për drejt. Në këtë rast komuniteti i aktorëve preket drejt për drejt prej këtij koeficienti, prej vlerës së pagës. Por këta vazhdimisht duhen ta friksojnë secilin, në këtë rast edhe komunitetin artistik, se ju duhet të pranoni gjithçka që ne ofrojmë. Edhe ju duhet të na nënshtroheni neve, për ndryshe do të vinë ditë më të këqija edhe për juve,
sepse ditëmatësia për ta është t'i largojnë nga vendi punës, t'i ulin në pozita, pra t'i degradojnë e tjera. Televizioni 21 ka kërkuar një përgjigje nga Ministria e Kulturës lidhur me këtë çështje, por nuk ka marrë përgjigje. Ndryshe, ditë më parë, Ministri i Kulturës në dorëheqje emëroi Këshillin Drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës, i cili sipas njofseve të ligjit është cilësuar si jo ligjor. Për më tepër informacione vizitoni dhe portalin ton rtv21.tv. Mirupafshim në edicionin e radhës.